Kapitulli 3. Të debatosh me Perëndin. Lexo Eksodi kapitulli 3 vargu 12 dhe Eksodi kapitulli 4 vargu 1. O Zot, kush jam unë? Unë nuk e bëj dot këtë gjë. Mos e ke harruar gjë se çfarë të lashe shkaktova? Jo, Mojsi, unë nuk harroj asgjë, por unë zgjedh që të mos kujtoj dhe asnjëherë nuk më kap të papërgatitur. Unë jam Perëndia i gjithëpushtetshëm, i pari dhe i fundit. Unë sigurisht që do të jem me ty. Ti do të jesh çlirimtari i popullit tim. Mojsiu është ende në gjunjë duke u strukur pas bastunit të tij. Nuk dëshiron ta ngrej kokën, mirë por nuk ka se si të përmbaj veten. Zot, kush jam unë që të shkoj përpara faraonit? Unë jam një hiç, jam thjesht një bari. E vetmja gjë që di të bëj është që të udhëheq delet. Mojsi, unë do të jem me ty. Ti do ta sjellësh popullin tim në Horeb, në këtë mal, dhe këtu ata do të më shërbejnë mua. O Zot, në Egjipt ata kanë shumë perëndi. Ata u përpoqën të më udhëzonin në udhët e perëndive të tyre, por unë nuk mund t'i ndiqja. E dija që ti ishe Perëndia i vetëm i gjallë dhe i vërtet. Ty të përkiste zemra, mendja dhe jeta ime. Unë i refuzova ato perëndi. Edhe hebrejt, që kishin qenë aty për shumë kohë, janë tunduar, ashtu si edhe unë, që të shërbejmë perëndive të Egjiptit. Ata do të më pyesin për emrin tënd. Çfarë do t'u them atyre? Thua ju që unë jam i të dërgoj. Thua ju se unë jam ai që jam, që të ka dërguar t'i çlirosh nga skllavëria e tyre. Unë jam Zoti Perëndia i jetërve të tu. Jam Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe i Jakobit. E kam parë se çfarë ju bën egjiptasit, prandaj do t'ju vizitoj dhe do t'ju çliroj. Do t'u sjell në një vend ku rrjedh qumësht dhe mjalt. Pastaj ti dhe pleqt do të shkoni te faraoni dhe do t'i kërkoni që të lërë popullin të shkojë në shkretë të tir, duke bërë 3 ditë udhtim për të më ofruar mua një flijim. Mirë po mbreti nuk do t'ju lejoj që të shkoni. Mojsi, prit që kjo të ndodhë. Ai nuk do t'ju lërë të shkoni nëse nuk detyrohet nga një dorë e fuqishme. Unë do të shtri krahun tim dhe do ta godas Egjiptin. Do të bëj gjëra të mahnitshme. Në kohën e caktuar prej meje, ai do t'ju liroj dhe ju do të largoheni nga Egjipti duke i zhveshur ata nga pasuritë e tyre. Mojsiu me kokën e ulur, me frikë për të folur, por i duhet që të flasë. O Zot, po sikur të mos më besojnë, po sikur të më thonë, Mojsi, ne të mbajmë mend. Ti u përpoqe të udhëhiqe një revolt vite më parë, dhe kur u largove nga ne, the se ti duhet të na çliroje. Por ti ishe i çmendur, Mojsi. Edhe i çmendur ende je. Çfarë t'u them, o Zot, nëse nuk më besojnë? Mojsiu uli duart nga fytyra dhe u lëshua për tokë. O Zot, nuk dua të jem sërish një dështak. Nuk mund ta bëj dot këtë gjë me forcën time. Gërmim në thellësi. Të qartësosh faktin se kush të dërgoi. Mojsiu pati të njëjtin përjetim si burrat dhe gratë e sotme. Ai kishte nevojë të ishte i sigurt për atë se kush ishte ai që po i thoshte të shkonte dhe të shpallte të vërtetën e Perëndisë. Edhe sot bëhet fjalë për të njëjtën gjë. Ju keni nevojë të dini se kush ju ka dërguar. Ju duhet të dini me siguri të plotë që vendi ku po shkoni dhe ajo që po bëni nuk është thjesht një tjetër ide e mirë. Ky nuk është thjesht një tjetër koncept i shpikur nga njeriu. Nuk është thjesht një plan veprimi për të parë një rezultat të caktuar i cili vjen prej jush. Ju duhet ta dini që ka qenë Perëndia që ju ka folur. Unë jam ai që jam, thot Eksodi kapitulli 3 vargu 14. Ky është Perëndia që është i kudo ndodhur, i cili ka ekzistuar gjithmonë. Ai është unë jami që përfundimisht
do të përmbushet në Jezus Krishtin, i cili është udha e vërteta dhe jeta. Perëndia ja zbuloi veten Abrahamit si El Shaddai, i gjithë mjaftueshmi. Unë jam Perëndia i gjithë pushtetshëm. Jam Perëndia i gjithë mjaftueshëm, ai që derdh bekime. Kështu e njohën Perëndin Abrahami, Isaku dhe Jakobi. Megjithatë, ky nuk ishte emri i tij. Pastaj Perëndia i foli Mojsiut dhe i tha: Unë jam Zoti, dhe i jam shfaqur Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, si Perëndi i plot fuqishëm, por ata nuk më kishin njohur kurrë me emrin tim, Zot. Eksodi kapitulli 6, vargjet 2 dhe 3. Kur e bëri këtë, ai ja zbuloi veten Mojsiut si Jehova, Zoti. Ai po e zbulon veten si ai që do të veproj për llogaritë të popullit të tij. Mojsiu donte ta dinte që ishte Perëndia i gjithë pushtetshëm, ai që po e dërgonte dhe po e udhëzonte. Perëndia i tha Mojsiut: Unë jam Jehova. Duke bërë këtë, Mojsiu përjetoi një dimension dhe një nivel krejt të ri afrimiteti me Perëndin. Ai e njihte emrin e Perëndisë. Unë do ta çliroj dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai njeh emrin tim. Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi, do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj. Do ta ngop me jetë të gjatë dhe do t'i tregoj shpëtimin tim. Psalmi kapitulli 91, vargjet 14 deri në 16. Kjo ka të bëjë shumë më tepër se sa thjesht me mirëbërjen ose me përcjelljen e një mesazhi të përgjithshëm. Në jetën e çdo shërbëtori të Perëndisë, do të vijë një kohë kur e vetmja gjë mbi të cilën do të duhet të qëndrojë është fakti që ai e di që Perëndia e ka dërguar. Ai e njeh emrin e Perëndisë. Kur nuk e dini këtë, do të shpërqendroheni lehtë dhe më në fund do të dorëzoheni. Noeu kishte nevojë që të bindej se ishte Perëndia ai që i tha të ndërtonte një ark dhe të përgatitej për një përmbytje. Nuk kishte rënë kurrë shi më parë. Për 120 vite, Noeu ishte bërë shënjestër e shakave dhe e talljeve. Mirë po me secilën goditje që kani, ai predikoi fjalën e Perëndisë. Abrahami kishte nevojë që të bindej se ishte Perëndia ai që e kishte larguar nga vendi i tij dhe po e udhëhiqte drejt një qyteti, të cilin e ka projektuar dhe e ka ndërtuar Perëndia. Ai kishte nevojë për siguri të plotë që Perëndia i kishte folur, ose përndryshe nuk do të ndërmerrte një udhtim pa i ditur udhët, pa udhëzime dhe pa ndalesa çlodhjeje. Pali duhet ishte i bindur mbi rrugën për në Damask, se kush ishte ai që po ja ndryshonte krejt drejtimin e jetës. Gjithçka që ai kishte planifikuar dhe caktuar në zemrën e tij, ndryshoi në çast kur Jezus Krishti i foli një fjalë atij. Mojsiu e di që po ndjek një urdhër hyjnor nga Ati. Ai e di që po përcjell mesazhin e Perëndisë. Mojsiu ishte përpjekur 40 vjet më herët që t'i ndihmonte bijtë e Izraelit, mirë po kishte dështuar si mos më keq. Pse kishte dështuar ai? Ai u përpoq që ta bënte veprën e Zotit me forcën e njeriut. Ai e bëri atë ashtu siç kishte mësuar nga burrat e Egjiptit. Nuk u përpoq të bënte negociata, por duke luftuar fizikisht dhe duke vrarë nëse ishte nevoja. Ky vazhdon të jetë një tundim, të dëgjosh njeriu. Është e lehtë të vështrojmë dhe të shohim se çfarë po bën dikush tjetër dhe thjesht ti kopjojmë ose ti imitojmë ata. Është e lehtë që ti dëgjosh të tjerët dhe të ngazëllehesh në lidhje me idetë e reja, dhe kështu të mos e kapësh atë që Perëndia po përpiqet të të thotë. Një ide e mirë nuk do të thotë që është vullneti i Perëndisë për ju. Nuk do të thotë as se Perëndia të ka folur. Si e dalloni ju një ide të mirë nga vullneti dhe plani i Perëndisë? Nuk po them se të gjitha idetë e mira nuk janë sipas vullnetit të Perëndisë, pasi disa mund të jenë. Mirë po, shumë prej tyre nuk janë. Ju duhet të bëni dallimin mes asaj që është thjesht një ide e mirë dhe asaj që është nga Perëndia. Elia, një profet për të cilin askush nuk kishte dëgjuar më parë, i predikoi mbretit të Izraelit pasi Perëndia e dërgoi me një mesazh.
Çfarë bëni ju pasi I keni predikuar një mbreti? Ju gjeni një sallë tjetër të madhe, shkoni në një konferencë tjetër të madhe dhe bëjeni pjesë e listës së predikimit. Këtë thot bota. Madje edhe shumë njerëz në kishë thonë të njëjtën gjë. Jo, me njerë pasi Elia I predikoi mbretit, ai u dërgua në shkretë të tir, pranë rrojit të Kerithit. Çfarë do të bënte ai atje? Do të priste. Do të priste për një detyrë të re. Jo tamam. Qëllimi ishte që ai të zhvillonte një besim të thellë tek ai. Ti besonte Perëndis edhe atëherë kur dukej se gjërat nuk kishin kuptim, dhe të priste për kohën e Perëndis kur do të merrte fjalën tjetër të udhëzimit. Është kaq e lehtë të ngatrosh fjalën e Perëndis me fjalët e njerëzit. Në raste të caktuara, ato mund të tingëllojnë si shumë të ngjashme. Në letrën e Korintasve gjejmë një paralajmërim. Të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plotë të mençurisë, për të njohur misterin e Perëndis, që askush të mos ju gënjejë me fjalë joshëse. Kolosianëve kapitulli 2 vargjet 2 deri në 4. Te libri I parë I mbretërve tregohet një histori e çuditshme për një profet të Perëndis nga Juda, I cili ja përcjell me besnikëri fjalën e Perëndis mbretit Jeroboam. Ai ishte udhëzuar nga Perëndia për të mos marrë asnjë në këmbim të shërbimit të tij, të mos haj bukë, të mos pi ujë dhe të kthehet në të njëjtën udhë nga e cila ka ardhur. Për një farë arsyeje, një profet I moshuar në Bethel dëgjoi për shërbesën e këtij profetit më të ri dhe shkoi tek ai dhe e bindi që të shkonte në shtëpi bashkë me të, duke I thënë profetit të ri që angjëlli I Zotit I kishte folur që të kthente në shtëpinë e tij. Por ai nuk kishte dëgjuar fjalë nga Perëndia. Profeti I ri u dorëzua para fjalëve të profetit plak, dhe ndërkohë që po hanin, profeti I vjetër ja shpalli edhe një herë fjalën profetit të ri nga Juda. Ai I tha: "Ti do të vdesësh me siguri, sepse nuk ju binde fjalës së Perëndis." Profeti I ri e vrau një luan rrugës kur po kthehej në shtëpi. Si duhet ta kuptojmë këtë episod? Së pari, tregohu besnik ndaj fjalës së Perëndis. Pastaj, mos u përpiq të krijosh shërbesën tënde. Bindju asaj që Perëndia të ka dhënë. Së fundmi, mos braktis fjalën e Perëndis për përjetimin e dikujt tjetër. Kur ju keni siguri të plotë që Perëndia ju ka folur, bindjuni asaj fjale. Si mund të fitoni siguri të plotë në Perëndin? George Muller, kur e kuptoi çështjen etike të nënshkrimit të marrëdhënieve për të zbuluar vullnetin e Perëndis, tha që ai praktikonte 6 gjëra. Në fillim përpiqem që ta sjell zemrën time në një gjendje të tillë që ajo të mos ketë vullnetin e saj në lidhje me një çështje të caktuar. Pasi e kam bërë këtë gjë, rezultatet nuk u alen ndjenjave ose thjesht përshtypjes. Nëse veproj kështu, rrezikoj që të bie pre e mashtrimeve të mëdha. Vazhdoj të kërkoj vullnetin e frymës përmes ose në lidhje me fjalën e Perëndis. Pastaj, marr parasysh rrethanat e provanisë së Perëndis. Këto shpesh tregojnë qartë vullnetin e Perëndis në lidhje me fjalën dhe frymën e tij. I kërkoj Perëndis në lutje të më zbuloj vullnetin e tij siç duhet. Kështu që, përmes lutjes drejtuar Perëndis, studimit të fjalës dhe reflektimit, unë vi në një vendim të qëllimshëm sipas aftësisë dhe njohurisë sime. Gjithçka varet nga hapi I parë I nënshtrimit absolut. Hapat e tjerë zën vendin e tyre, ndërkohë që gjendja e parë ruhet me përpikmëri. Kjo nuk do të thotë se do të keni një shtek të lehtë. Nuk do të thotë që të krishterët e tjerë nuk do t'ju keq kuptojnë. Do të thotë që kur ju keni dëgjuar një fjalë nga Perëndia, bindjuni asaj pa marrë parasysh asgjë tjetër. Vetëm kur keni një fjalë nga Perëndia, mund të veproni me besim. Gjithçka tjetër është thjesht hamendësim dhe hamendësimi ju kushton shumë. Ju I dorëzojeni frymës së Perëndis përmes zbulesës së fjalës së Perëndis. Pastaj do të gjeni forcë për të vepruar sipas saj, duke qenë plotësisht të sigurt për të. Mund të ketë njerëz që do të duan t'ju bindin me fjalë joshse se ajo që jeni gati të bëni është e gabuar,
ose që nuk është e nevojshme në këtë kohë dhe që duhet të bëni atë që ata mendojnë se është nga Perëndia. Kur e bëni këtë, besimi juaj lëkundet pasi humbisni sigurinë në Perëndin. Elia, çfarë po bën në përrojën e Kerrithit? Hekuri duhet të rrahur sa është i nxehtë. Perëndia të dha një audiencë me mbretin. Tani nuk është koha për të bërë pushim. Duhet të dalësh dhe të flasësh njerëzve. Duhet ta bësh të njohur emrin tënd. Të bësh pushim apo të shkosh në shkretë të tjerë për të reflektuar, nuk është as pak ide e mirë. Do të ikë rasti. Do të gjesh më shumë kohë më vonë për të ndenjur pranë përrojit. Fjalët bindëse të njerëzve janë joshëse për natyrën e rënë njerëzore. Nëse nuk jeni të bindur që keni dëgjuar nga Perëndia, do të tundoheni që të dëgjoni fjalët bindëse të njerëzit. Ju keni siguri të plotë në Zotin Jezus. Vetëm ju mund të kaloni përmes përleshjes për ta ditur nëse është Perëndia ai që po ju flet. Mojsiu kishte vështirësi për të pasur sigurinë se ishte Zoti. Mojsiu nuk donte të shkonte në fuqinë e mishit të tij dhe të qëllimeve të tij të mira, pasi ato janë të pafrytshme. Gërmim në thellësi. Përballja me dyshimet. Mojsiu jo vetëm që duhet të ishte i sigurt që Perëndia po i dërgonte sërish në Egjipt, por ai duhet të tregojë i ndershëm me Perëndin në lidhje me dyshimet e tij. Ai dyshonte se hebrejt nuk do ta besonin që Perëndia e kishte dërguar atë. A keni edhe ju ndonjëherë dyshime në lidhje me besimin tuaj? A keni ndonjëherë dyshime në lidhje me bindjen tuaj? Si trajtoni ju dyshimet? Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkoj nga Perëndia që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, edhe atij do t'i jepet. Por le të kërkoj në besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre dhe e përplas era. Dhe ai njeri të mos pandehse do të marrë diçka nga Zoti, sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e veta. Jakobi kapitulli 1 vargjet 5 deri në 8. Urtësia është aftësia për t'i parë gjërat nga këndvështrimi i Perëndisë. Të dyshosh do të thotë të ndash ose të veçosh. Njeriu me dy mendje, njeriu ndërdyshas, është i paqëndrueshëm. Të duhet të merresh me dyshimet e tua. Mënyra se si merresh me to është që t'i sjellësh para Perëndisë. Ti rrëfesh ato me ndershmëri, të flasësh me Perëndin për to dhe të kërkosh urtësi. Të kërkosh urtësinë e Perëndisë, pasi nga urtësia e njeriut kemi mjaftueshëm. Megjithatë, urtësia e Perëndisë nuk do të ketë fare kuptim nëse nuk vepron sipas saj. Për t'i dhënë fund dyshimit, ti i kërkon urtësi Perëndisë. Kur i kërkon atij urtësi, po i kërkon që fjala e tij të ta mbush mendjen dhe jetën. Prandaj hidhni tej çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Por bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Jakobi kapitulli 1 vargjet 21 dhe 22. Qëndrimi juaj ka të bëjë me aftësinë tuaj për të pranuar fjalën e Perëndisë. Ju nuk mund ta merrni fjalën e tij me arrogancë, por vetëm me butësi. Kam parë shenjtor arrogant gjatë gjithë jetës sime, të cilëve u bënte përshtypje fakti se sa të mirë që ishin. U bënte përshtypje fakti se sa të shenjtë që ishin. Ata mund të zbatonin një listë të gjatë rregullash. Ndërsa i shihja këta, kuptova se ata kishin ngecur në vend dhe nuk po rriteshin. Çfarë duhet të ndodhë për t'i dhënë fund dyshimit? Ju duhet që të pranoni fjalën e Perëndisë që është mbjellë apo shartuar në jetën tuaj. Qëndrimi juaj duhet jetë i përulur dhe me nënshtrim. Në mënyrë që fjala e Perëndisë e mbjellë në ju të shartohet në jetën tuaj, ajo duhet të bëhet pjesë e qenies suaj. Vetë fjala do ta shpëtojë shpirtin tim, nëse mund ta shartoj këtë fjalë në jetën time. Qëndrimi im është gjëja më e rëndësishme në pranimin e fjalës së Perëndisë. Fjala e shartuar qëndron ngjitur në mua. Kjo është fjala e vetme që mund ta përdor për të mposhtur armikun
dhe për t'i hequr qafe dyshimet. Kjo nuk është fjala që dëgjoni, por është fjala që bashkëngjitet me ju dhe bëhet një me ju. Kjo është fjala e vetme, të cilën mund ta përdorni për t'i rezistuar djallit, për ta mposhtur armikun dhe për të qëndruar tundimit për të dyshuar. Fjala e mbjell i shtrin rënjët në frymën tuaj dhe përmes frymës suaj arrin në thellësinë e shpirtit tuaj. Fjala e mbjell dhe e shartuar lidhet ngushtë me mua. Mojsiu po kërkonte që ta kishte fjalën e Perëndis aq të shartuar në jetën e tij, saqë të mos dyshonte kur të ngriheshin kundërshtimet, dhe kundërshtimet do të vinin me siguri. Për t'i mposhtur dyshimet, pranoje fjalën e shartuar të Perëndis. Dëgjoje fjalën e Perëndis dhe kushtoi vëmendje asaj. Përqafo qëndrimin e duhur, je i përulur dhe i nënshtruar. Veri veshin fjalës dhe bindju asaj. Përshtate jetën dhe sjelljen tënde me fjalën e Perëndis. Zbatoje. Bindju asaj pa u ankuar. Gjatë këtij procesi do t'i mposhtësh dyshimet e tua. Mojsiu e pranoi fjalën e Perëndis duke u dorëzuar. Duke qenë se ai ishte në gjendje që ta pranonte fjalën e Perëndis, ai mund të bënte përpara me siguri të plotë në Zotin. Më afër shtëpisë. Mojsiu nuk është personi i vetëm që ka debatuar ndonjëherë me Perëndin. Shumë të tjerë kanë bërë këtë. Edhe unë e kam bërë. Te Luka kapitulli 1, Zakaria donte të debatonte me angjëllin e Perëndis. Zakaria dhe gruaja e tij Elisabeta ishin lutur për vite me radhë për një fëmijë, mirë po tani nuk ishin gati për një përgjigje. Të paktën Zakaria nuk ishte. Pse debatoi me Perëndin Zakaria? Zemra e tij nuk ishte aty ku duket nga ana frymore. Ai madje ishte i përfshirë edhe në punën e shërbesës, mirë por nuk ishte në raportin e duhur me Perëndin. Kjo tregon që dikush mund të jetë edhe në shërbesë dhe të mos jetë në raportin e duhur me Perëndin. Kjo shpesh shfaqet në debatimin me Perëndin. A bini ju dakord me Perëndin? Secili prej nesh duhet jeti i sigurt që po dëgjojmë zërin e Perëndis dhe jo opinionet dhe idetë e njerëzve. Po, ne duhet të kërkojmë këshilla të perëndishme, por as këshillat e perëndishme nuk mund t'ju tregojmë vullnetin e Perëndis për jetën tuaj. Pasi të merrni këshillat të perëndishme, jeni ende përgjegjës që t'i vlerësoni ato dhe të dalloni vullnetin e Perëndis. Më kanë treguar dikur historitë e një mjeku, i cili pas 4 vitesh në kolegj, 4 vitesh në shkollë mjekësie, 2 vitesh praktik dhe pastaj 10 vite të tjera specializim për rikonstruksionin e kafkës, ju dorëzua dhe u bë misionar në një zonë të largët të botës. 20 vite shkollë pas gjimnazit dhe tani ai dhe familja e tij po shkojnë misionar. Ai refuzoi ofertat në për spitale prestigjioze të vendit të tij në mënyrë që të bënte operacione në një vend ku dyshemeja ishte prej dheu dhe me pak pajisje. Shumë njerëz thanë, shkoi dëm. Me parat që do të fitonte ai mund të paguante për 50 misionar që të shkonin në fushën e misionit. Ai nuk shkoi dëm. Ky burr dëgjoi nga Perëndia dhe nuk ndryshoi mendje nga fjalët e njerëzve. Ai nuk do të paguante që të tjerët të shkonin dhe ai të kishte mundësi të qëndronte në vendin e tij. Jo, ai dëgjoi nga Perëndia dhe ishte i bindur që ai po e dërgonte, prandaj shkoi. Ai e kishte qartësuar faktin se kush po e dërgonte dhe nga ky këndvështrim i trajtoi të gjitha pyetjet dhe dyshimet. Ai shkoi duke ju bindur Perëndis. A ke bërë edhe ti të njëjtën gjë? A je i gatshëm që ta bësh? Ndoshta ke nevojë që të ndalosh të dëgjuar idetë e mira të njerëzit dhe të dëgjosh nga Ati. Ndoshta ke nevojë që të kalosh kohë vetëm me Perëndin dhe ta lejosh fjalën e tij të shartuar në ty të ndryshojë. Ndërsa fjala e Perëndis bëhet reale për ty, lutja jote nis ta lër pas fazën më beko mua dhe familjen time dhe të kaloj në fazën e mirënjohjes që Perëndia po të flet ty.
Parim lutje. Fjala e shartuar të aftëson që të lutesh me besim. Zoti është pranë gjithë atyre që e therrasin, pranë gjithë atyre që e therrasin me të vërtetë. Psalmi kapitullin 145 vargu 18. Çfarë mendon? Çfarë t'i jep ty siguri në Perëndim? Si shpjegohet që shumë herë një ide e mirë mund të mos jetë vullneti i Perëndis? Në cilat raste je më i prirur që të dyshosh? Si mund të shartohet fjala e Perëndis në jetën tënde?